Gjykata themelore në Prishtinë ka dhënë vendimin për një nga rastet më të rënda të sigurisë në Kosovë, duke dënuar me burgim të përjetshëm Blagojes Pasojevićin dhe Vladimir Tolliçin, të cilët akuzohen për sulmin e armatosur në komunën e Zveçanit në 24 shtator 2023. Në të njëjtën proces gjyqësor, Dyshan Maksimović është dënuar me 30 vite burg pas vlerësimit të provave nga trupi gjykues për përfshirjen e tij në ngjarje. Sulmi në Banjsk rezultoi me vrasjen e rreshtërit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, duke shkaktuar reagime të forta institucionale dhe ndërkombëtare për siguri në veri të vendit. 3 të dënuarit janë pjesë një grupi më të gjerë prej 45 personash, ndaj të cilëve është ngritur akt akuzë nga Prokuroria Speciale e Kosovës, përfshirë edhe Milan Radojčićin, ish nënkryetar në listës serbe i cilësuar në akt akuzë si organizator kryesor i grupit armatosur. Gjykata vendosi që procedurat ndaj tyre të zhvillohet veçmas pasi ata ndodheshin në paraburgim që nga shtatori 2023, ndërsa rrëzoi kërkesën e prokurorisë për gjykim në mungesë ndaj 42 të dyshuarve të tjerë që aktualisht ndodhen në Arati. Të pandehurit gjatë procesit kanë mohur akuzat duke pretenduar se nuk kanë pasur qëllim vrasjen e policit apo cënimin e integritetit territorial të Kosovës, ndërsa mbrojtja e tyre ka kundërshtuar versionin e prokurorisë për synime politike të grupit. Sipas akt akuzës, pjesa tjetër e të dyshuarve përballet me akuza për terrorizëm, sulm ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës, ndërsa Radojčić akuzohet gjithashtu për financim dhe lehtësim të aktiviteteve terroriste, si dhe për pastrim parash.